Përshëndetje. Sërish jemi në IX Contact në platformën e CRM-s që bën të mundur menaxhimin e kontakteve dhe përveç kontakteve ka edhe një sër funksionalitetesh të tjera të cilët janë shumë të përdorshme për pjesën e ndërtimit të planeve të aktivitetit, qoftë një plan marketingu ose mund të krijohet një website i një agenti. Gjithashtu mund të krijohet edhe mass email, që janë emaile që kanë qëllime marketingu ose qëllime informimi. Në këtë video do demonstroj disa nga këto element, të cilët janë shumë të përdorshëm dhe e bëjnë shumë interesante dhe pjesën e IX Contact në pjesën e përdorimit për nevoja të ndryshme të biznesit. Atëherë, në videon e parë ne treguam se si shtohet një kontakt, si shtohet një task, si vendoset një kalendar. Në business pipeline ne shohim para shumë informacion mbi klientat tanë, ku ne shohim që kemi një klient I cili është long term prospect, pastaj një hot prospect që janë klienta në kërkim, që thotë janë në kërkim të një prone për ta shitur ose për ta dhënë me qira. Dhe një current clients, që do të thotë janë klienta që tashmë e kanë gjetur pronën ose e kanë shitur pronën, por janë në proces të transaksionesh, dhe një past client, që është një klient I shkuar, por që është një klient I cili ka le ta thona ka ngjetur si një burim shumë I rëndësishëm referencë, pasi ka referuar shumë persona për shërbime që ofron biznesi ose agjencia imobiliare. Le ta supozojmë që do krijojmë një mass email ose një email marketingu. Siç e shikoni këtu ka disa template që tashmë I kanë ndërtuar veti IX Company. Ka disa avoid the flu, që është një template I gatshëm, are you nervous? Të gjitha këto janë template të emaileve që mund të kenë një qëllim marketingu ose që mund të kenë një qëllim për mbajtjen e një kontakti sa më ndërveprues me klientat të cilët janë të regjistruar ose me kontaktet të cilët janë të regjistruar në këtë database. Ne mund të shohim shumë funksione, supozojmë që mund të përzgjedhim një nga këto templatet e pastaj mund ta përdorim për qëllimet e biznesit tonë. Le ta supozojmë që kemi create a new email. Ne do krijojmë një mass email, që do të thotë është një email marketingu ose është një email që ka informim ose mbajtje kontaktesh të ndryshme. Këtu janë emailet të cilat mund të blihen, janë të gatshme dhe mund të blihen. Supozojmë që për të ndërtuar këtë email ne duhet të përzgjedhim kontaktet. Tashmë duke qenë se është një email I cili nuk është I krijuar vetëm për një individ, po është një email I cili do I dërgohet një grupi klientash ose një grupi kontaktesh, varet nga përmbajtja e emailit. E supozojmë që e ndërtojmë për një klienta të cilët mund të kenë mund të jenë të pa specifikuar asnjë nga metodat e korrespondencës dhe mund të ndërtojmë një email për të kërkuar më shumë informacione se çfarë korrespondencë ose çfarë preferencë kanë për korrespondencat, ose mund të ndërtojmë në bazë të statusit, të supozojmë që do ndërtojmë një email për gjithë klientat që janë në proces transaksionesh, e supozojmë që mund të ketë një defekt teknik ose mund të jetë një përditësim informacioni ku tashmë ka ndryshuar tarifa e komisioneve, le ta supozojmë, dhe mund të bëjnë edhe përzgjedhje më të selektuar në varësi të përmbajtjes së emailit, ose mund të jenë emaile të cilët janë personale ose mund të përzgjedhen të gjithë kontaktet dhe mund ta marrin ato email të gjithë kontaktet. Të supozojmë që ne përzgjedhim current clients dhe klientat të cilët janë në kërkim dhe klientat të cilët janë aktiv për momentin në transaksione, që do të thotë janë klientë të cilët kanë një kontakt më ditor dhe më të shpeshtë me agjencinë, dhe e supozojmë që do I klikojmë të gjithë dhe klientët që janë shitës, blerës, ata të cilët ju ka expired listing, janë klientat të cilët tashmë ju ka mbaruar afati kohor për shitjen ose për dhënien me qira,
janë FSBO që janë klienta të cilët tashmë janë e kanë shitur ose e kanë dhënë me qira objektin pa pas nevojë për ndërhyrjen e agjencisë. Investitor, klient të shkuar, qiradhënës, shitës dhe qiramarrës. Edhe për të gjithë këto klienta, këto janë kontaktet, këto janë klientët dhe i shtojmë, janë 4 kontakte. Pastaj mund të modifikohet edhe përzgjedhja. Krijojmë një subjekt, ndryshim i tarifës së komisioneve, për shembull, misioneve. Është një email informues mbi politikat e kompanisë ose e supozojmë lista e re, lista me prona të reja. Email header, që është emailit në cilën ne përditësuam në videon e parë, ku treguam se si mund të shënohet emër mbi emër, vendosja e logos së kompanisë dhe dhënave të tjera. Përzgjedhet shkrimi dhe pastaj mund të shënojmë edhe përmbajtjen e emailit, e supozojmë që në email do shkruajmë përshëndetje, ju informojmë që janë shtuar në listën tonë objekte të reja për shitje dhe dhënie me qira. Ju lutem, shikoni nëse përshtaten me preferencat tuaja. Faleminderit. Mund të vendosni butonat për ta shpërndarë në një rrjet social, në varësi të përmbajtjes, mund të vendosni signature dhe mund të uploadoni një dokument, e supozojmë që është lista me të gjitha shtëpitë ose një broshurë që ka të gjitha shtëpitë të cilët janë shtuar së fundmi agjencisë për shitje ose për dhënie me qira. Bëjmë një send preview, që në këtë rast është emaili im, dhe mund ta dërgojmë tani ose mund ta skedulojmë në një orar dhe një kohë të caktuar. Ne mund ta dërgojmë ose mund ta ruajmë si një template, që do të thotë e kemi hartuar, por preferojmë që ta dërgojmë nesër ose dhe mund ta skedulojmë atë për ta dërguar ose e dërgojmë menjëherë. E supozojmë që do ta ruajmë si template. Prona përshitje. Kategoria marketing, për shembull mund të jenë kategori të ndryshme varet çfarë emaili, ose mund të jetë një activity plans, mund të jetë një plan aktiviteti, ose mund të jetë një kartë përshëndetëse, ose nuk e di, mund të ketë përshkrime të ndryshme. E ruajmë dhe mund të shkojmë dhe tek emailet ne shohim që tashmë është krijuar dhe tregon personin që e ka krijuar dhe ne mund ta fshijmë atë si email. Ky është krijimi i një emaili ose mas emaili që mund të përdoret për arsye marketingu ose për arsye të ndryshme të planeve të ndryshme të biznesit. E supozojmë që nuk na nevojitet dhe e fshijmë. Të presim pak sot përfundoj dhe pjesa e fshirjes dhe e krijuam dhe mas emailin. Pastaj kemi krijimin e aktiviteteve ose planeve të ndryshme. Siç e shikoni këtu janë metoda të ndryshme korrespondence dhe kemi një plan marketingu, kemi listening
plans ose closing plans. Për shembull, në qoftë se ju gjatë përdorimit të programeve keni vështirësi për të kuptuar se çfarë funksioni ka, unë ju inkurajoj edhe për të përdorur elementet e inteligjencës artificiale si ChatGPT, që mund t'ju tregojë më shumë informacion se për çfarë është një element i caktuar. E supozojmë që kemi hapur ChatGPT-n dhe e pyesim what is the use of. Unë do ta pyes në anglisht, mund ta pyesni edhe në marketing. Mund ta pyesni edhe në shqip. Marketing plans in IX. Contact. Dhe tani e kemi informacionin në Copilot, që është edhe i inteligjencës artificiale nga Microsoft, dhe thot marketing plan në IX Contact janë të dizenjuar për të automatizuar komunikimet dhe përpjekjet tuaja. Kjo mund të lejojë një krijimin e një sër detyrash ose taskëve, siç është dërgimi një emaili, letre, skedulimi, përmbajtja e vazhduar ose një marrëdhënie të vazhduar me kontaktet. These plans, këto plane janë të përshtatura për nevoja të veçanta, siç mund të përdoret një template ose një letter. Duke vendosur edhe duke ju kaluar detyrat edhe skuadës dhe duke vendosur edhe reminders ose ato elementet e cilët përdoren për kujdes. E supozojmë që do krijojmë, këtu kemi disa plane marketingu që i ka krijuar vetë kompania, dhe edhe këto mund të jenë të përdorshme nga ana e biznesit tuaj. Për shembull është 2 vjet plani i shitjeve e tjerë me radhë. E supozojmë që krijojmë një plan marketingu. E supozojmë që në planin e marketingut do reklamim i pronave që u ka kaluar afati i shitjes. E supozojmë që kemi disa prona të cilat ne kemi negociuar dhe kemi rënë dakord që në këtë periudhë kohore do bëhet shitja, është kaluar ky afat dhe kërkojmë reklamimin e këtyre produkteve. Mund të vendoset reklamim i produkteve pronave që nuk janë shitur ose dhënë me qira përmes broshurave. Ky aktivitet plani mund të ketë një korrespondent, mund të jetë me letër, mund të jetë me email ose e përzierë. Supozojmë që është mix, të bëhet si edhe me letra, me dërgimin e letrave, broshurave nëpër adresa shtëpiash, por edhe në të njëjtën kohë përmes emailit. Atëherë ky program do ndahet në detyra. E supozojmë dërgim email të gjithë klientëve që janë në kërkim të pronave. Përshitje ose dhënie me qira. Atëherë activity është to do, që do të thotë duhet bërë vetë, duhet bëhet përmes telefonit, përmes emailit e tjerë. E kalojmë në email, që do të thotë ne do përdorim komunikimet me email. Do mbyllet kjo punë, e supozojmë 10 ditë pasi eventi ka përfunduar, dhe mund të përdorim edhe kalendarin, e supozojmë 1, 2, 5, e supozojmë që përfundon në këtë datë, dërgojmë 1 ditë para aktivitetit që është mbyllur, dërgojmë një reminder dhe vendosim orën 8:00 dhe kërkojmë tu, ose vendosim 6:00 jam, dhe pastaj mund të kërkojmë marketing, vendosim template që është marketing dhe
mund të shohim një preview, që do të thënë close preview, dhe kjo është detyra e parë. E ruajmë dhe kemi detyrën e parë. Shënojmë një detyrë të dytë, që është hartimi i broshurave. Edhe kjo është to do, e supozojmë që ka 20 ditë kohë, ose le ta supozojmë 10 ditë kohë, send a reminder një ditë para se të mbyllet koha e përcaktuar për mbylljen e punës dhe vendosim orën 6. Dhe pastaj vazhdojmë me shënime në qoftë se kemi. Dhe tani kemi krijuar disa detyra brenda këtij aktiviteti. Pastaj e supozojmë që e mbyllim këtë aktivitet dhe e ruajmë. Siç e shikoni, aktiviteti është shtuar dhe mund të kërkojmë. E supozojmë që kërkojmë. Okay. Do të parë me kujdes ku është shtuar si projekt. Bëjmë një refresh. Si që shikoni edhe këtu ka aktivitete të ndryshme ku ju mund t'i editoni këto, për shembull add list të Facebook, këto janë aktivitete të ndryshme të cilat add listening activity plan, për shembull është një plan 3 mujar për listim dhe ky plan ka detyra, të supozojmë që skedulohet orari zyres, listohet për në Facebook, listohet për në website, ka open house, ka disa të ndryshme që ky aktivitet ka disa detyra të ndryshme, updatohet çmimi në Facebook, updatohet çmimi në website, të gjitha këto janë elemente të cilët përditësohen. Dhe ju mund t'i editoni dhe t'i përshtatni sipas aktivitetit sipas nevojave të biznesit tuaj, mund ta editoni këtë plan e cila është e hartuar nga vetë kompania dhe mund të editoni, fshini, heqni ose shtoni detyra të reja sipas interesit. Kojmë në mix dhe shikojmë tani këto aktivitetet mund të shtojmë në qoftë se bëjmë një selektim, sepse mund të ketë shumë aktivitete, por në qoftë se bëjmë një selektim të atyre që janë me korrespondencë vetëm me email, atëherë do dalin të gjitha ato plane, të cilët janë krijuar vetëm për të bërë korrespondencat e nevojshme vetëm përmes emailit, ose mund të përzgjedhin vetëm përmes letrës, dhe janë të gjitha këto plane, të cilët marketing plan ose listening plan, që janë të ndërtuar me këtë format ose me këtë formë korrespondence. Në qoftë se është mix, siç ne e krijuam, siç e shikoni na dalin tek marketingu, na dalin dy planet e biznesit, dy planet e marketingut, të cilët neve i kemi ndërtuar tashmë. Dhe këto plane marketingu neve mund t'i hapim, mund t'i editojmë, mund t'i shtojmë. Siç e shikoni, kjo është ajo çfarë ne shënuam. Dhe mund t'i përshtasim sipas nevojave të biznesit tonë. Edhe një herë zgjedhim mix, e supozojmë që nuk na nevojitet, mund edhe t'i kopjojmë, por e supozojmë që ne nuk na nevojiten dhe i fshijmë këto si plane marketingu. Përveç planeve të marketingut, ne kemi dhe listening plans, e supozojmë që ne mund të kërkojmë dhe mund të pyesim couple of what is planning listing plans in IX Act contact. Dhe mund të shikoj që jep edhe një shpjegim. Edhe kjo është një
plan i strukturuar aktivitetesh i dizenjuar për të ndihmuar për menaxhimin e aktiviteteve e detyrave të ndryshme që janë with your active property listing, që janë me pronat ose me pasuritë të cilët janë aktive. Mund të kesh informacione nga më të ndryshme, të cilat mund t'i listosh në këto aktivitete në varësi të nevojave të biznesit. Atëherë ne mund të hapim një new listening plan dhe ne mund të vazhdojmë njësoj siç është në marketing plan, që t'i vendosin një emërtim planit, një përshkrim, një formë korrespondence, që në këtë rast mund të jetë me email, mund të jetë mix e tjerë. Dhe pastaj vendosen detyrat e këtij plani dhe ruhet ky si plan. Përveç planeve të cilat janë listening, që janë të krijuara dhe marketing, ne kemi dhe new closing plans. Edhe këtu janë plane të cilët mbyllse ose mund të closing planin. Për çdo kjo tashmë është një siç e shpjegon dhe IX Contact, këtu është dhënë në anglisht, por gjithsesi unë do ju ndihmoj edhe me pjesën orientuese. Këto ChatGPT dhe Copilot ose programet e tjera të inteligjencës artificiale na ndihmojnë për ta kërkuar dhe më shpejt informacionin. A closing program për shembull është një aktivitet ose një plan aktiviteti strukturuar i dizenjuar për të ndihmuar në menaxhimin e të gjitha të detyrave të lidhura me mbylljen e një transaksioni në agjencinë imobiliare. E supozojmë ne këtu kryesisht më së shumti në fakt janë të krijuar template për pjesën e marketingut, kemi edhe në listening program dhe kemi një listening program që është i ndërtuar tashmë, ku ju mund të shikoni raporte të ndryshme ose informacione të ndryshme ose të gjitha këto tasks janë të vendosura në të organizuar në mënyrë se si mund të bëhet depozitimi ose menaxhimi i informacionit të caktuar në lidhje me këtë aktivitet. Ose ne mund ta krijojmë nga fillimi dhe mund të thona një plan, vendosim një plan, mbyllja e llogarive të klientave që kanë përfunduar transaksionet. Dhe këtu pastaj shikojmë se si mund t'i bëjmë këtë përmes emailit, përmes letrave dhe ndërtojmë edhe planin e punës. Duke ndarë për këtë plan detyrat e caktuara. Kjo është edhe aktiviteti ose planifikimi i aktiviteteve që e ofrohet në IX Contact. Përveç është edhe keep in touch. Tani këto janë evente të cilat mund t'i krijosh, për shembull janë në raste ditëlinjesh, ti mund të urosh klientat për ditëlinje ose siç e kam demonstruar edhe në videon e parë, kur ne konfigurojmë një klient ose një kontakt, neve në disa raste, sipas dëshirës së klientit, mund të mbajmë edhe informacion mbi besimin e tyre fetar dhe mund t'ju dërgojmë edhe evente ose letra ose karta për t'ju uruar festat e religionit përkatës. Se supozojmë që krijojmë një event, e supozojmë që është viti i ri, urim për vitin e ri. Ky event supozojmë që fillon të shkojë në muajin dhjetor
dhe jem 31 vjetar dhe fillon me datën, nuk e di, 8 dhe përfundon në orën. E supozojmë që do i urojmë deri në orën 7:30. E përfshin në kalendar, mund të vendosim include the task list, mund të vendosim një reminder një ditë përpara dhe mund të vendosim një ora 6. Pastaj mund të jetë një event i cili ndodh çdo vit dhe nuk kemi nevojë për ta regjistruar manualisht, thjesht i bëjmë një recurrence dhe ajo ruhet dhe që do të thotë edhe vitin tjetër do jetë, e supozon që është çdo vit me 31 dhe vitin tjetër nuk kemi nevojë për ta konfiguruar, tashmë çdo vit ajo festa e fundvitit urohet nga kompania. Atëherë çfarë vendosim? Vendosim që dërgim email klientave për festën e fund vitit. Një ditë përpara dhe kjo do përfundoj 2 ditë pasi eventi i datës të jetë përmbushur, do vendoset një ditë përpara si reminder në orën 6 edhe do ruhet kjo. Tashmë do zgjidhësh pjesëmarrësit në këtë event. E supozojmë që do jenë të gjithë klientët, ato do jenë të gjithë pavarësisht statusit apo llojit të klientit, do jenë të përfshirë në këtë plan. Dhe i selektojmë të gjitha kontaktet tona. Dhe siç e shikoni, ne kemi krijuar këtë si event dhe i japim save për ta ruajtur. Kjo është keep in touch, siç shikoni është vit i ri. Mund ta deaktivizosh, që do të thotë mund ta bësh këtë pa funksion, ose mund ta aktivizosh siç janë të gjithë elementet e tjerë, ose mund të krijosh një email duke ju bërë një create mass email, siç e kam demonstruar edhe në videon e parë. Kjo është keep in touch, që do të thotë kompania mban një kontakt me klientët ose me kontaktet e krijuar në databazën e saj për t'ju uruar ditëlindjet ose për eventimente të ndryshme, të cilat e bëjnë sa më prezente dhe sa më interaktive ndër veprimin midis kompanisë dhe klientëve të saj. Përveç pjesës së shtimit të aktiviteteve të planit dhe keep in touch, që është edhe një element që mund të na ndihmojë, e supozojmë që këto e fshim. Okej. Edhe këtë Christmas që e kam ndërtuar më përpara e fshim. Dhe kemi edhe raportet. Tani mund të shkojmë tek krijimi i raporteve. Siç e shikoni, janë disa raportet që ne mund t'i krijojmë në varësi të nevojave të biznesit. Këto mund të jenë raporte periodike ose mund të jenë raporte specifike që i ka kërkuar biznesi. Le të supozojmë që kemi një birthday list dhe ne dëshirojmë të dimë klientat që kanë ditëlindjen nga data 1 janar deri në prill dhe shikojmë një raport. Ky raport na jep informacion se kush është ai klient i cili ka ditëlindjen gjatë këtij informacioni. Ne mund ta ruajmë, mund ta printojmë sipas elementeve që na jep sipas funksioneve që na jep vetë aplikacioni, ose mund të kemi një listë telefoni, e supozojmë që zgjedhim kontaktet në varësi të
ne mund të kemi si grupimin e tyre ose sipas kriterëve të ndryshme vendosim një kriter ose të gjitha këto janë ose sipas një religioni, e supozojmë që të marrim një këto janë klientët të cilët ose kontaktet të cilët i përkasin besimit katolik dhe ndërtojmë një raport të caktuar në bazë të religionit, ose weddings, ose mund të ketë, për shembull, ne do të ndërtojmë një informacion mbi bazën se nga e kanë marrë kush ka qenë ajo burimi origjinal i kontaktit, që do të thotë nga ku e kanë marrë informacion mbi këtë kompani. Mund të ndërtojmë një përmbledhje mbi takimet të kryera dhe bëhet një raport. Këto janë për appointments. Sipas shkojmë back. Ose mund të krijojmë një përshkrim të transaksioneve dhe japim një raport. Dhe këtu jepen transaksionet të shitjes ose të blerjes, jepet një raport mbi ose një përmbledhje mbi transaksionet nga kjo përjull e vitit në këtë përjull. Dhe siç e shikoni këtu në raport, jepet totali transaksioneve, totali komisioneve, përqindjet dhe të gjithë informacionet, duke qenë se ne nuk kemi shtuar ndonjë shitje ose nuk kemi bërë një shitje, por në qoftë se jeni një agent imobiliar dhe jeni duke kryer transaksione të ndryshme, sigurisht që të gjitha të dhënat tuaja që paraqiten, të gjitha transaksionet mund t'i prezantoni përmes një raporti. Gjithashtu ka edhe detyrat që janë akoma në të papërfunduar ose incomplete dhe shikohet detyrat dhe ndërtohet, mund të ruhen në PDF, në tekst, në PDF, në një image që është një pikturë, por zakonisht preferohet një raport PDF ku ne mund të shkarkojmë. Dhe siç e shikoni, ashtu si edhe me këtë dokument, ashtu edhe me dokumentet e tjera në të njëjtën mënyrë veprohet, ne shohim që tashmë kemi një dokument ose një raport të cilën ne e kemi ndërtuar. Përveç raporteve, ky aplikacion krijon edhe një agent imobiliar ose një faqe të ku është agenti të që është kjo këtu, se si mund të ndërtojmë një website të agentit. Të supozojmë që agenti tashmë është me kontratë rregullt, ka krijuar një account në këtë program dhe kërkohet dhe mund të ndërtohet një website për të në mënyrë që të jetë sa më profesional dhe në të njëjtën kohë edhe të përmbajë të gjitha informacionet që janë të nevojshme për prezantimin e këtij agenti. Këtu në këtë ikonën këtu, e zakonisht është të përfshirë edhe në elemente të tjerë të këtij programi, ka një tutorial, ka një video që tregon se si mund të bëhet startimi i këtij website-it të agentit. Unë mund të bëj një video tjetër ose mund të bëj një prezantim mbi kontaktin e agentit, por nuk është pjesë e kësaj seance. Gjithashtu edhe në social media ku mund të aktivizoni ose mund të krijoni stream me një social media account, edhe kjo ka një video. Ju mund ta provoni që t'i shikoni këtë video dhe mund të orientoheni për se si mund të bëhen ndërtimi i këtyre website ose social stream. Gjithashtu, që është me vlerë, na mundëson që të integrohemi me platforma të ndryshme siç është Zillow, që është edhe një platformë tjetër e real estate, dhe mund të krijojmë integrime databazash. Dhe këtu ka edhe me bomb, domethënë me kompani të ndryshme, të cilët janë platforma gjigande që i shërbejnë real estate, dhe Skylab është edhe kjo një kompani që bën menaxhimin e transaksioneve. Unë mund t'ju jap edhe, e supozojmë që mund të dërgojmë, mund të shohim më shumë se çfarë Skylab.
Ky është një real estate transaction management software. Ky është software-i që bën të mundur menaxhimin e të gjithë transaksioneve për një real estate. Ky është integrueshëm me këtë platformë. Kështu që bizneset të cilët kanë këtë program në kompaninë e tyre mund të bëjnë edhe blerjen ose integrimin me SkySlop dhe të shohin më në detaje dhe menaxhimin e transaksioneve. Siç e shikoni, kjo kompani ka edhe një faqe zyrtare ku ju mund të shikoni se çfarë elementës ose ose preview që mund të jepni të gjithë informacionin rreth kësaj platforme. Dhe ka informacione të ndryshme se kur mund të skadohet ose si mund të krijohet një transaksion ose se si mund të menaxhohet. Gjithashtu ka edhe video në YouTube ku tregojnë dhe e prezantojnë këtë platformë që bën menaxhimin e transaksioneve në real estate. Siç e shikoni, janë programe të dedikuara për agjencitë imobilare. Ky është pak a shumë prezantimi i Ajax Contact, një program një platformë e cila bën mundur menaxhimin e CRM ose marrëdhënies me klientit. Shikojmë sërish në dashboard ku ne mund të shikojmë mbi kontaktet e shtuara zakonisht në të gjithë aktivitetin e prezanton në formën e listuar dhe në një formë orientuese për të gjithë punonjësit.